Shëndeti i dhëmbëve mbetet një nga aspektet më të rëndësishme të mirëqenjeson dhe specialistët theksojnë se parandalimi është gjithmonë më efektiv se sa trajtimi. Parandalimi është shumë herë më i rëndësishëm se sa kurimi. Vizitat e rregullta tek dentisti, të paktën 2 herë në vit, janë çelësi për të zbuluar në kohë çdo problem të mundshëm, edhe kur pacienti nuk shfaqe ende dhimbje apo shqetësime. E mira është që tek stomatologu të vihet minimalisht 2 herë në vit, edhe në rastet kur neve nuk kemi ndonjë problematik të caktuar. Pastrimi i dhëmbëve është shumë i rëndësishëm, edhe nëse raste pacienti nuk ka ndonjë dhimbje, sigurisht mbajtja e pastër e sipërfaqeve të dhëmbëve do të parandalojë edhe shumë problematika të cilat mund të shfaqen në të ardhmen. Një nga faktorët kryesorë që ndikon në forcimin e dhëmbëve është sasia e kalciumit, që luan rol të rëndësishëm, ndaj dhe rekomandohet një dietë e balancuar, e pasur me ushqime që përmbajnë kalcium dhe vitamin D. Është shumë e rëndësishme në fakt që neve të kemi sasinë e duhur të kalciumit, sepse mungesa e tij do të sjellë problematika të formimit të smaltit. Mjekja stomatologe Lerida Boçova shpjegon se mungesa e kalciumit sjell një sër pasojesh për dhëmbët. E bën atë më të brisht, më të ekspozuar ndaj temperaturave, ndaj ndjeshmërisë, ndaj të nxehtave, të ftohtave, por edhe ndaj ushqimit. Njëkohësisht, smalti i hollë bëhet edhe një nga arsyet e mundshme të frakturimit të dhëmbëve, pra të thyerjes së dhëmbit. Njëkohësisht, duke qenë se smalti dobësohet, është edhe një nga problemet kryesore që do të ndikojë në prishjen e dhëmbëve dhe krijimin e kaviteteve karioze. Sipas stomatologes, ruajtja e higjienës orale dhe vizitat periodike janë investimi më i mirë për të shmangur problemet në shëndetin dentar.